Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër, të nderuar xhamatli, fillimisht e don rande dhe zakoni që me e falenderu Allahun e madh, i cili na mundsoi këtë ditë të madhe, ditën e gjithë shqiptarëve, dita 28 nëntor, që koincidoi dhe me ditën e madhe të javës, dita e Xhumë. Me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se keni ardhë në shtëpinë tonë të përbashkët, se të gjitha xhamit janë shtëpijat e Allahut. E Allahu ynë është krijuesi i vetëm i gjithësisë. Ne si ummet i Muhammedit alayhis salam, Zoti kishte caktuar të jemi shqiptar. Edhe Zoti i madh secilit popull ja dha flamurin, po ja dha adetin, po ja dha gjuhën, po ja dha zakonin, e ja caktoi vendin, e ja caktoi rrethonat. Edhe na në mesin e shumë popujve të tjerë i kemi adetet tona, zakonet tona, për cilat kemi dhonë gjak e mund e ndjerës, krejt këta në fillim e mbarim e kemi bo për hatër të Zotit, ati kofë shumë falë, e rujmë gjuhë, e rujmë tradit, e qëndrojmë tokë së bashku, madje edhe me vëllezërit të tjerë të gjakut që nuk janë të besimit tonë. Për hatër të shqiptarisë jemi bashkë edhe do të qëndrojmë bashkë deri në ditën e lahtarisë. Shumë faleminderit për këtë prezantim t'juin. Sot është e Xhumë, në pika të shkurta agenda është kjo. Fillimisht e hapum eventin me fjalët e Zotit, ati kof shumë falë, cilat na ka begatua Allahu me prezencën e vëllezërve tanë, Hoxh Abdullah Shakirin nga Kumanova, Hoxh Avdush Krosën nga Ferizaj, dhe vëlla jam i dashur dhe nderuar Avnin e Bihi për një za jo vetëm melankolik, po edhe melodik, edhe do të fillojmë me fjalët e Zotit, e pastaj me ndonjë salavat pejgamberit alayhis salatu selam, edhe si ta kryjnë këta vëllezërit, e kemi nderin që sot profesor doktor vëllaun ton Ramazan Fetahun, i cili është ekspert i fushës të historisë të osmanlishtës së vjetër, po edhe të historiografisë shqiptarisë, i cili do të mbaj një fjalim para namazit të Xhumës këtu në fultorën tonë. Por eventi hala më interesant do të bëhet se hutbën e kësaj xhamie dhe hutbën e kësaj dite të bekume do ta ligjeroj doktor Shefqet Krasniqi, i cili është duke ardhur rrugës dhe në ora 12 do të jetë këtu. Eventi nuk nalet me kaq, por ai vazhdon me emrin Allah deri në 100 ditë. Do të kemi prezantime ilahi, këngë patriotike, ilahi pejgamberike, do të kënaqemi sot se ja vlen kjo shqiptari me u gëzu për të mirat e Zotit që na i ka dhuru, e ati kof shumë falë deri në kiamet. Faleminderit shumë, e mirë se keni ardhur. Vazhdoni ju. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ما شاء الله اي ما شاء الله تبارك الله اي الله وترويد Allah i razi qoftë, se nisa nalë shkove, unë i thësh në këtë hajri shala, që shka e qove. I lutëm Zotit më shërbly për këtë Zotë mrekullueshëm. Me gjithë juve. Atëre të beku, Zoni është dhëmbi e Allah. Shqiptarët kanë Zotë madh, por Zonin më të madh, historinë e shqiptarisë e ka Adem Jashari, që kusha e tij kur ka kërcit në zyrën ovalet, billprinterit në tokë ka qenë. Edhe u qu edhe morë mosa e pështoshë Zotit e na pështoj prej një kasaphane që kishte pas plan famë keqi edhe tirani i tiranive. Allah e më kuft atë në vorën e është në shqiqe me gjithë aparatit. Amen. E mos të amen. 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 Shlim. Allah të bekum e qufshë dhe rumë dynja dhe në akhiret. Sante në ora 17 në Top Channel do të emitohet një intervistë e vllaut juaj e po besoj që keni me kanë të nderuar duke ndëgju inshallah Zoti na bën kabul. Amin. 17. Fjalën e ka Hoxha Ramazan, i cili është edhe historian, i cili është edhe shkencëtar, i cili është edhe dietar i fushës. Ka ardhur prej Okujë. Të kemi bashku akoma në Okujë. A Kosovë, a Malësie, Gjakullës, Allah, shone drejtë. O, krejt jena një Shqip. E inshallah, Zotin animon deri në kiamet, ja Rabbel Alamin. Kam pak emocione, adrenalina pak, është nivel të nalt, mos qeni kusur të dashurit e mi, Allah ju dhuj. Por në hoqit ashtë. A të qohët për këta? Me të zitë, pa e për kamerë.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet I takojnë për herë Allahu Gjelle Shanuhu, atë falenderojmë për ti, faljen tim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin për herë mbi pejgamberin alayhi salam, mbi ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin deri ditën e gjykimit. Kur ma boni ftesën Hoxh Fatmiri për herë të parë, edhe tha me datën 28 nëntor, koincidon ditë e Gjuma, edhe tha do ta bëjmë një program në xhami për nder të kësaj feste kombëtare. E para gjë që më shkoi në mendje ishte kur Isa Buletini më rrin në Vlorë, edhe dihet ajo që kam rrin pak me vonesë, kjo është një tregim popullor, dhe sa po arrin në borën e ndërtesës ku po organizohen punët shtetërore, kërkon me marr abdest. Ata I thënë, hajde se kemi një punë, po bëhat shteti, thot pikërisht për këta, unë e llogaris që punët e shtetit janë ibadet. Punët e kombit janë ibadet dhe këtë punë duhet ta nisim me abdes. Sigurisht duhet të jem me abdes, sepse punët e kombit I llogariti si ibadet. E mu kujtua edhe kjo që edhe hoxha punët e kombit po I bën në xhami, edhe merr të mirë që Isa Buletini pas ka lanë edhe të tjerë mbrapa. Allah razë. Tash neve shqiptarët është një ajet I Kuranit që thot wa in min kulli ummeti illa khala fiha nadhira, thot Allahu xhelle shanuhu se cilit popull I kemi dërguar pejgamber, ose thot ma mirë nuk ka popull nga I cili nuk kanë kaluar pejgamber, që gjithsesi në bazë të kësaj edhe përmes tokave tona ka gjurmë pejgamberve. Sepse pejgambert nuk janë personalitete historike të cilët I kanë qenë një herë dhe kanë kalu. Ata janë arketipe që për herë janë në mesin tonë. Dhe çfarë duhet thëmë me këta? Edhe nga qenia shqiptare, edhe prej kësaj ku jemi na, prej këtij pozicioni gjeografik e historik ku jemi na, prej këtu na mund ta gjejmë Zotin, pa pas nevojë me u te huajsu, pa pas nevojë me shku kërkon. E kemi në një fjalë turq që e përdorim dhe shumë e njohur. Guri I rand peshon vend vetë. Për herë na e themi këto. Dhe kjo është përdor në kontekst të asaj se nuk duhet me shua atë dheun. E kemi përdor kështu. Mirë po nëse shohim qartë dhe nëse him thellë në brenda kësaj fjalie, çfarë do të thotë? Kjo duhet me ushtrua guri peshon vend vetë, pa fjalën I rand. Që aty ku ka qitë Zotin natyrën, në bjeshk që aty peshonaj. Mirë po kur ja kanë vu këtë fjallën I rand, fjallë rand vjen për ra, për gegnishtas, rand, u ba I rand dhe ka marrë rëndësi. Tash guri, ma te për ka rëndësi në temel të shpis, kur e ma shpinë se sa atje në natyrë. Dhe të thotë që guri I rand aty ku ka rëndësi në vetë. Shumë mërgjimtare kanë ndihmue atë dheun, shumë situata të pa favorshme për ne. Ata janë konë guri I rand. Dhe në anën tjetër, edhe këta që janë në mrenda, kjo rëndësia e këtij gurit varet vetëm në raport me punën që bëjmë në drejt atë dheut, me punën që bëjmë drejt shtetit, drejt mirës së përbashkët. Pejgamberi alayhis salam kur kaloi nga Mekka në Medinë, nuk e lëvizi vendin, e ndryshoi taktikën, por jo strategji. E vazhdoi, ato ishte guri I rand edhe në Medinë. Edhe aty, në Medinë pejgamberi alayhis salam e formoi qytetrimin. Në Medinë pejgamberi alayhis salam I hodhi bazat e ummetit. Kur thot Allahu xhelle shanuhu në një ajet që shumë herë përdorim, ja yuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wal untha wa ja'alnahu shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Thot Allahu xhelle shanuhu, ju kemi krijuar prej një mashkulli edhe një femre, dhe ju kemi bë popull e fise lita'arafu, që ta njihni vetveten. Në fillim të ajetit Allahu xhelle shanuhu po thotë khalaqnakum, ju kemi krijuar. Khalaq është krijim prej hiçit,
pre asgjans, ju kemi nxjerr pi një mashkulli dhe një femre. Nuk po e dallon nacionalitetet, nuk po e dallon kombet, nuk po e dallon kulturat, po e tregon origjinën, ju kemi kriju pre asgjanje, ju kemi nxjerr. Dhe vazhdimi i ajetit tjetër po thotë: "Wa ja'alnahu shu'uban wa qaba." Ju kemi bë, fjala gjale në gjuhën arabe nuk është khalaqa krijim. Ajo është prej hiqit. Wa ja'ala do të thotë transformim, do të thotë shëndërtim. Çka po do më na thonë Allahu xhaleshanuhu? Idenë e transformimit, të ndërtimit, të evolimit ju e keni mranda. Wa ja'alnahu shu'uban wa qabaila. Thot ju kemi bë, ja u kemi lanë juve mranda këtë idenë që mu bë popull edhe fise li të arrefu që ta njihni vetveten. Ja u kemi bë popull edhe fise. Pse pejgamberi alayhis salam shumë ma tepër mund ka kalue me i pajtue dy fiset Evs edhe Hazreq se sa me ba kartën e Medinës, me ba kontratën e bashkjetesës mes katolikve dhe judaikve, jahudive. Kjo nuk i ka kushtuar shumë mund pejgamberit alayhis salam, sa i ka kushtuar mund me i pajtu dy fise Evs edhe Hazreq, të cilët me vite kanë qenë gjakderdhje, kanë qenë hakmarrje, kanë qenë në luftra. Pse? Sepse popujt edhe fiset është imperativ kuranor që Zoti xhaleshanuhu i ka krijuar, kurse bashkëjetesa ndërfetare është logjik e arsyeshme që duhet të bëhet. Prandaj pejgamberi alayhis salam as shumë mund i dha me i pajtu këto dy popuj e fise, sepse është urdhën i Kuranit që duhet, është natyrshmëri e krijimit, lite arafu që ta njihni njëri tjetrin. Në 2-3 vende Allahu xhaleshanuhu po ndalen, po du ta theksoj një element shumë të rëndësishëm të kësaj pune, se çfarë do të thotë të jemi ummet. Kjo është ajo brenga jonë, se çfarë do të thotë të jemi ummet. Allahu xhaleshanuhu këtë fjalën gjale së ndërtim e përdor në 3-4 vende dhe në të njëjtin kontekst. Për shembull thotë: "Wa ja'alna as-samaa sakfan mahfudha." Ja u kemi bë qiellin kulm. Nuk po flet për krijimin, ja u kemi bë qiellin tavan. Kupoll, ja u kemi bë qiellin sigurt trujtur mirë. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Ja u kemi bë tokën shtrat, dyshik. Sa but i përdorën Allahu xhaleshanuhu. Mandej thot: "Wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayya." Thot ja u bëm ujin, prap nuk e krijuam ujin, ja u bëm ujin burim të çdo gjaje. Mandej thot ja u kemi bë qabën orientim. Sa buti përmendën këto Allahu xhaleshanuhu. Ja u kemi bë kulmin çati, kulm sigurt. Ja u kemi bë tokën dyshek, shtrat. Ja u bëm ujin burim. Dhe në fund thot: "Kedhalik wa ja'alnahu ummatan wasata." Thot ju kemi bë juve ummet mesatar. Për çet arsye edhe këtu e përdor wa ja'ala, që nuk po thot ju kemi krijuar prej në origjinë, prej në fillim që ju tini ummet, po thot ju bam, ju së ndërtuam mranda në botë kur të vini ju, mranda që ti shtrati, që ti dysheki, mranda që saj pragmatike që ka kriju Allahu xhaleshanuhu, ja u kemi bë të mundur që ju të bëheni ummet. Se kjo gjale, mos ta zgjasë shumë, ka të bëjë pak edhe me ne, është një raport i përbashkët ku Allahu xhaleshanuhu e ban projektin hyrnor, por na duhet të realizojmë brenda kësaj. Thot ju kemi bë ummet të mesëm, ju kemi bë ummet. Dhe çka do të thot me kanë ummet? Ummeti është ndahet në dy grupe, ummeti islamie dhe ummeti devletije. Ummeti islam është një bashkëndjen, ummet islam, një musliman i cili gjendet kudo në botë. Nëse ndjen bashkë me një musliman kudo në skajin tjetër të botës, ata janë vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hissi mushterek i kanë thonë filozofët. Hissi mushterek do të thotë ndjeni e përbashkët. Nëse na arrin ta kultivojmë një ndjenjë të përbashkët, kjo është ideja e ummetit. Kjo është ideja e vllazërisë. Nuk kemi të bëjmë me konceptin politik të ummetit devlet. Nuk kemi të bëjmë me konceptin e nacionalizmave perëndimor të cilët e vendosin kombin mbi baza gjeografike. Jo, ummeti në kuptimin e medenijetit, në kuptimin e Medinës, është një ummet ku të gjithë njerëzit bashkëjetojnë në kuptimin ummi. Ummi i kanë thonë pejgamberit alayhis salam, dhe që vjen për fjalës nan në kuptimin e nanës. Ta duam njëri tjetrin me ngrohtësinë e nanës. Këto e ka kuptimin ummeti.
Dhe në këtë aspekt na mund ta realizojmë secili prej nesh duke filluar në familjet tona, në fshatin, komunitetin ton, ta duam njëri tjetrin, ta duam krijesën për hir të krijuesit. Dhe vazhdimi i ajetit çfarë thot? Umet mesatar ju kemi pa ummeten wasata. Çka do të thot mesatarja në Kur'an? Në diskursin kuranor, mesatarja është balancë mes dy të këqijave, mes një të mirë dhe një të keqe. Mesatarja është ekuilibër që i drejton forcat. Dhe është diskutuar kudo kjo mesatarja e artë. Dhe nëse do ta vendosim në një kontekst tonin që po flasim sot për nder kësaj feste të madhe, çfarë do të thotë mesatare e artë? Mesi është mes dy skajeve, mes dy ekstremizmave. Do ta marr një shembull të vogël. Ta vendosim këtë ummeten wasata në kontekstin ton shqiptar dhe si do të realizohet dhe në prakt kësaj ngjarje për cilën kemi ardhur. Nëse njërin skaj, se mesi ka të bojnë mes dy skajeve, pika ndërmjet me mes dy skajeve që ngritet pak në lartë dhe merr një formë trekonçi. Nëse në njërin anë kemi advetarizëm të skajshëm, advetdashuri, pseudo advetdashuri të skajshëm e cila e refuzon fen, siç kemi lëvizje të ndryshme tash që po formohen atje, duke refuzu kategorik fen. Kjo është ekstremizëm dhe skajshmëri, është një lloj ngritje bosh, sepse fejet kanë qenë origjina e krijimit të kombeve. Dhe në anën tjetër, nëse kemi të bëjmë me një fetari të skajshëm, me një ekstremizëm të shkajshëm i cili në emër të fesë refuzon çdo gjë kombëtare, në emër të religionit, në emër të islamit, në emër të traditës, refuzon çdo gjë kombëtare, edhe kjo është e refuzuar. Mos harrojmë se njëri ekstrem e sjell tjetrin. Ekstremi i refuzimit të islamit ose lëvizja për distancim të islamit, që aty e kam fjalën, ajo është një lloj ekstremizmi bosh, cili nuk ka bosh të kurizor ku të mbahet. Nuk flasim me emocion fetar, mirë po është e pamundër t'ia hekesh religionin shqiptarit dhe talon bosh. Asnjëherë Evropa dhe në formimin e kombeve nuk e ka nxjerrë fen jashtë përdorimit. Përkundrazi, e ka përdor energjinë, motorin që e feja për t'i formuar kombët. Dhe në ekstremin tjetër, prapë po i rikthejmë kësaj, fetaria e skajshme në emër të rikthimit të traditës, në emër të përmbajtjes fuqishëm për sunetin dhe Kur'anit, duke refuzuar çdo gjë kombëtare aty ku të shkel komba, edhe kjo është e refuzuar sepse realisht bie në kundërshtim me urdhrin e Zotit Xheleshanu që na ka bërë të mundur me kanë këto pjesë gjeografike të botës. Një mesatare e artë në mes kësaj do të ishte një musliman ideal shqiptar i cili për çdo ditë e ka dertin e kombit. Dhe kemi shembuj sa të duash në këtë aspekt. Kemi Hafiz Ali Korçen, kemi Ibrahim Dalliun, kemi Haxhi Vebi Dibrën, i cili e dha fetvan për pavarësinë e Shqipërisë në vitin 1912. E legjitimoi këto se thotë që kjo bie është në ujdi dhe në pajti edhe me rregullat e fesë, edhe me principet themelore të fesë. Edhe një element tjetër, kur thot Allahu Xheleshanuhu, li ta'arefu, ju kemi kriju që ta njihni njëri tjetrin, na jep qëllimin fundor të kësaj gjaje. Cili është? Ta njihni njëri tjetrin. Është një gjani, një liber përse kombët shkojnë në luftë dhe krye këput nga fillimi deri në fund. E nxjerr idenë se kombët shkojnë në luftë vetëm nga paaftësia dhe pamundësia për ta njohur të tjetrin, nga paaftësia dhe pamundësia për ta njohur vetveten. Dhe kjo është një problem themelor. Nuk po thot li ta'alemun që ta dini, nuk e përdor Allahu Xheleshanuhu konceptin e ilmit, li ta'arefun, ta bani irfan, ta bani ta'arruf, ta njihni njëri tjetrin. Çka është irfani? Irfani është një njohje e thellë brenda kësaj. Dhe kur po thot këtu ju kemi bë popull edhe fise, njëherë ta njihni vetveten, mande ti qasni dhe ta njihni tjetrin. Çfarë do të thot ne ta njohim vetveten njëherë? Të dashur vëllezër,
botërisht sot në botë, flasin edhe teologët, edhe filozofët, dhe letrarët e kështu me radhë. Botërisht sot në botë, sëmundja e shekullit 21 është sëmundja e moralit, sëmundja e ahlakut, e principeve të morale. Qenia janë shqiptare sot nuk cenohet në aspektin fizik. Elhamdulillah, prej Zotit i larguam ato, nuk na cenon askush në aspektin ton fizik, qenien ton fizike. Po sot e kemi problemin shumë më të madh se qenia janë sot atakohet në mënyrë metafizike, qenia janë morale atakohet sot. Dhe ka plot elemente të cilat e kanë për synim devijimi dhe prishjen morale të shoqërisë tonë. Dhe kur thot ajeti u Kuranit, li te arafu, ta njihni mirë aty ku qaloni ju, ta njihni mirë aty ku i keni problemet e juja, ti njihni mirë smundjet e popullit tuaj, ti njihni mirë këto probleme, dhe pastaj pas njohjes vetvetes, pastaj pasi ta kemi njohur vetveten, vjen njohja e tjetrit si tjetër që është larg neve. Dhe ne jemi të rrethuar për rreth me një fqin i cili përherë ka qenë këtu armik për neve. Është një autor. Ju kisha lutë pak për vëmendje, një 2-3 minuta dhe po e kry. Është një autor i cili njihet si baba i kombit serb, Petar Njegoš Petković, me qëllim po e adresoj edhe emrin e tij, sepse komplet doktrina politike sot e këtij fqinit tonë që kemi këtu ndërtohet mbi ideologjinë e tij, mbi idenë e tij komplet përjashtuese. Çdo musliman i cili gjendet në tokat e Ballkanit, konkretisht në tokën serbo-malazeze sipas Njegoshit, që është baba i kombit serb, e kisha fjalën li te arafu, kur thot Allah xhaleshanuhu ta njihni vetveten, ju kemi popull e fise që të njiheni, fillimisht ta njohim veten ku çalojmë në aspektin ton moral, politik, kombëtar dhe fetar, dhe pastaj t'i qasemi njohjes për rreth të atyne që i kemi për rreth, dhe në adres të kësaj e përdora këtë autor i cili njihet si baba i kombit serb, dhe vazhdimisht ka prodhu dhe prodhon ky fqini janë këtu doktrinat cilat e cenojnë qenien ton fizike dhe metafizike, dhe më tepër në mënyrë më të veçantë qenien ton metafizike, se futja u përçarjen, futja u devijimin moral shqiptarve, se në këtë mënyrë do të kemi sukses. Dhe në fund të ajetit Allahu xhaleshanuhu thotë se ta Allahu është më i mirë, aq që është më i devotshëm. Ju falenderoj për këtë nder që ma keni bën këtë ditë me qenë mesin e juj, falenderoj Hoxhën Fatmir, ju falenderoj xhamatit, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Po tjetër. I dashuri profesor doktor Ramazan Fetahu, një është shumë i mirë njohur historik i kombit, e historisë, edhe është hoxh, edhe është nder. Allahu shpërbleft. Na ke nderuar shumë. Në ditën e veçantë të kombit ton i kam musafir të veçantë. Kush tjetër pos doktor Shefqet Muharrem Krasniqi. Thira në emrin e babës, Alehi Rahmetullah. Por e kemi edhe doktor Faik Mursel Blatën, i cili 3 herë i ka shpëtu pushkatimit direkt Serboslavëve, i ne i ka mjeku plagët e tona, sa operacionin e ka bënë për malet e Berishës, e në për kodrat e Quqavicës, që veç Zoti e din, pastaj na që kemi përjetu. Të gjithë, dikush ma shumë e dikush ma pak, po shqyqy që kena Zotin a i kejti din. Ta i s'hup kur gjo. Para se me thira zoni, ura është 12, e ly për endi këta burra që kanë orë për i kumanuve, për i ferizaje, me na fresku këtë të bim, me një ilahi, e cila e prek thellë, në djesin të shpirtit, atë dashurin dhe atë dhe dashuri që kështë shqiptare ka buka buk e uj. Edhe kemi nder që hutben do të mbaj profesor doktor Shefqet Krasniqi, që për mu ka qenë andër ky burr me po këtë,
se jena mësu vesh në Prishtinë, po e roni musibet e na pruni në Shqipëll se valloj, s'na kish ka kitë dhomi, po shprejna zhargonin popullor me posën e tash këtë në Shqipëll. Hajde Abdullah Efendi, po dëni qëtoa, për me morë këto, du të me morë edhe këto. Qështë, hajde. Edhe tani. Ta mikrofonin të imi. Hajde se indrën. Dashurin në zemër e kam, si kurun as kush nuk të don, veç njëherë me si me t'pa, lumbofsha për ty Rasul Allah, veç njëherë me si me t'pa, lumbofsha për ty Rasul Allah. Selam ken nga Shqipoli, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbam tira më mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Kritum me ti të pasor, I gjithë bota falin mirë për ty, emrit e zanin e njëshon, dhe prajot e është suneti jon. Emrit e zanin e njëshon, dhe prajot e është suneti jon. Selam të bëndroje tona, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shërbëm tira më mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Selam ken nga Kosova, ja Rasul Allah, sa m'kamar mali me t'pa, ja Habib Allah, shëmbam tira më mirë, ja Nabi Allah, ja Rasul, ja Habib, ja Nabi Allah. Dashurit e mi, ky popull selam I ka qu pejgamberit alayhi selam fikse 700 vjet. Edhe me emër të Zotit, bukës bukë e ujit uj, me bismillah, me elhamdulillah, me ezan Muhammedit, deri në kiamet dhosht Allahu selamet, e na dhosht Zoti stabilitet e bereqet e në takim qështu bashk me shahida ton, me burra e gra që pat shqiptaria, që ja bën tima Sërboslavis, inshallah I madhi Zot na bashkon xhennet. Faleminderit shumë, respekt. Tash koha me thirr ezanin, agenda e këtij programi nuk ka të ndalun. Fillojmë me ezanin e xumas, falëm sunetin e xumas, hutben në ligjeran hoxha I shqiptarisë doktor Shevqet Krasniqi, namazit do t'i pri hoxhan nga Ferizoi
vllai jam Avdush Krosa, e fillojmë pas namazit të gjumos me programin që i kemi edhe disa të përgjedhur tjerë këtu deri në kohë të qinis. Koha shkurt, sahura shkojmë, keni me thonë se selam deri në akşam, po mjaftojmë deri në qini. Zoti ju rujt, respekt për gjithë e ezonin e kësoj dite të bekume, Hoxh Abdullah, ati an avniu. Ja, që shdoni, po unë po thëmë ti me thirë. Hajde, bismillah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Rimin, 100 vjetë me honë, 90 i ka me bilë. E besa destonin me plis të borë dhe tje. E këshyrë sa hatin, desta në beku për këshyrë sa hatin. A ti mungën, unë e mojë në ti. Allah, jërë, shumë respekt. Apo në kënëre në kongë, apo këtën, hajde, 10 sekunde prea foli se u fuzionin nuk ma jep tani. Veç po du me këta shok tu, po ty me do një fata. Një foto? Hajde. A, që në kom pa? Diltin mes. Jo. Diltin mes. Po, ja takan, që takan. Që Ramazan. Hajde. Qëtë. Fasha Allah, që do kimo. Hajde. Qeni dakik. Respekt. Doktori me siguri është. Doktorin du të me arsyetu për mungesa është duke shku, ju uraj festën. Ja kom kolektet unë. Me që në shalë ma shumë të ndrejtë në shalë. E që më të hajti. Adhe respekt. Hajde. Shumë bukur. Shumë bukur. Allahu të dorë. Allahu të rujtë. Allahu të rujtë. Satullah, përse nëse jina në program. Inshallah, po pa tjetër. Po me amant Allah. Hajde, zotë ju në tjara vlali. Fillon me një kohë të mirë, shkollë të. Oh
Nuk e harroj shokun tënd të luftës, por edhe të paqes. Rapsodin të ndoshën që nuk lën xhumo pa prezantu në xhamin e shokut, vëllaut, dostit të vet. Kush është tjetër këtu përveç se Hasani, prej fshatit më të madh të Mitrovicës, prej Këqiqit. Baci Hasan, mirë se ke ardhur, do të na ke mungu. Du më përshëndet eventin me një këngë për Adem edhe Hamzi Ashari. Ta ka dhënë Zoti, ti din me kënu edhe me sharki, po din me kënu edhe kështu me melodi. Ja, e qëtu letulet, po qëtu me këta shok, e mirë se ke ardhur. A ka mundësi të kopi për qafë një herë që të para. Allah dasht e shumë të smekt. Allah të rujtë jarë. Allah të rujtë. E më më shumë të dyte këtë muj, me amën Zotit kimi kompenzu. Mas pari, I përshëndetit gjithë pranishmet, edhe ju mullahat mirëpërës në veçanti, po urej ditën e flamurit, ditën e gjithë shqiptare, ditën e komandantit legendar lidhjen e tina, si edhe ditën e ushtrisë lirimtare.
Allahu dosh, që fa që bërë. Allahu s'ne. Të dashërit e mi, kështu tash, kemi edhe 25-30 minuta deri në ezan. Fjallën du me adhanë në kolegu tim Hoxhës Arman, këtë pa përshëndet eventin edhe mësafirët e mi edhe programin në dy fjallë. Orënë, pregaditet fjallën. Ne vishë le Hoxhës të të Bismillahirrahmanirrahim. Qëndej vetëm të privilegju, fillimisht që jam pjesë e këtij eventi dhe që na ka nderuar Hoxha me stafin e vet me marrë pjesë me një manifestim i cili shërben natyrës të festës së që kemi. Të ndërru mazun besimtar, letësht me fol për arritje të aty në burrave cilët janë ndhej, cilët kanë dhonë më qësajtën e tyre për na me gëzu liri. Thojnë sociologët, thojnë djetarët, se njeriut i hynë një ambient i sigurt për jetesë, shtëpia, po dhe kur del për shtëpi si hynë një vatan i sigurt, e të ndërru në besimtar, atë që ka na kemi trashëgu është shumë fizike. Apo shefni, këta islamofobët po mundohen shpeshher me na përjashtu neve komunitetin që ka kontribu ma shumë të këtë arritje. Andaj, Mullaj Drez Gjilani, një hoxhi madh, atë vetar i madh, e ka thonë një fjallë shumë të madhe që historia s'ka mujt me harru kërë, e cila thët ju kemë bërqë vorreve babalarëve tonë. A i ka thonë më për këte, pa ata që janë angazhu me rritë që ka kemë rritë na, e të ndërru lozën besimtarë na kemë bërqë për bërë dëshvorëve tonë. Atyre që kanë sakrifiku që këtë liri, këtë mirësi që nga ka vënë Zoti me rujtë, me rritë, me përforcu, e kjo e këtë venimen i shërben që të qëllimin. Andaj, ata dashakëqinjët, fit në gjitë, të cilët për mundohen me na vjerë punën tonë, s'kina milonë. E linë Allahën, kemi kontribu bashkë me juve, që me provu tutje, por mos me leju për qarje. Mos me leju që në mesin tonë me hi mishë i jegër, po më provu dhe së zapën. Andaj vazën dhe si tonë, bëhën e promotor të mësimeve të gjamisë. Bënë promotor që tutje mi për cilë të mësime, sepse muslimonit është i dobishëm, ada islamin e ka kufizu njerin më të mirë, aj që është më të i dobishëm për tjerë, ada bëhën të dobishëm për vendin tonë të përbashkë. Zotë shmëllit gjithë, zotë shmëllit gërëzmy, zotë shmëllit ka musafir, Allahu në bashkëm kajrë në si vazhdimisht sa jemi në këtë dënje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Aleikum salam, tu që dashtën, edhe kolega jam, shoku jam, shumë respekt për ty. Allahu të dashtë. Para se me onë fjallin labit, a peknënje në ilahia, në i kong, apo se një kong, qëre, une destanët me adhon fjallin s'po po du me jaknu kongën. Destanët? Po destan begut, e jaknënje ju pak më vune. Apo dhe një qitash po pak më vune. Ma, ja fëshani edhe pak. I dashër i labë, i beri bacit isë, për fshatit tërnafts, fjallë është e jutja. Unë e që fa që bardhë. Kjo s'ka ardhur fatë, kjo do me bodi që ka nëjë surprizë. Aleikum salam wa rahmatullah, që fa që bardhë. Aleikum salam wa rahmatullah i barakatuhu. Unë labë, fjallë është e jutja, dhe këto mikrofoni e më rinë sa të dënë. Assalamu alaikum të gjithë pranishve. Sfari uroj festën e flamurit. Ju uroj ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jasharit. Përshëndes Hoxhin edhe gjithë pranishmit këtu, Allah i shpërbleft. Hoxhin e përgëzoj për këtë event, për pas që i ngrit vlerat fetare lartë, i ngrit edhe vlerat kombëtare, duke i nderu herojt tanë, duke i nderu vlerat e sakrificat e atyne veteranëve edhe të gjithë atyre që kanë sakrifiku për këtë shtet, që ne sot jemi të lirë këto. Unë sot ka marrë këtë event edhe kam sjell edhe një
dhurat për hoxhën, po dhurata ka një histori sa të dëmshme, sa të vujshme, është një pikturë e cila ka mbet nga i ndjeri babaje, i cili ka qenë edhe pozicion të qetës, i cili për torturave, maltretimeve edhe ka ndru jetë. Kështu që e kisha ftu hoxhën ta zbulojmë bashkë edhe t'ja u shpjegoj bashkarisht domethënien e kësaj pikturës. Hoxhë, lutna. Shumë falë. To është e gjallë. Atë këshyrëm, mundi me dalë edhe jo gjallë me këshyrë. Ke këshyrëm çfarë befasie i ka sill hoxhës, i dashuri. Mashallah. E lajmë se të poshtë. I dashur, a ma qatë mikrofon, Abdullah? Abdinish? Në sekundë. Faleminderit shumë gjatë për këtë pikturë. Unë do të rezervoj një vend normal si mbas rregullave islame në zyrën e xhamis, do ta bëj të pështjellur kush vjen, pastaj do ta bëj shpjegimin e saj. Por unë spari do ta mësoj të Spari, kjo pikturë ka fillu me njëherë pas ramjes të Adem Jasharit të pikturohet, pasi që baba im edhe Hamza Ademi kanë pas të përbashkët me Hamzën, kanë qenë zbashku në ansambin folklorik, kanë ra instrumenteve kombëtare zbashku, edhe kanë qenë shok. Me Ademin e kanë pas një diçka të përbashkë, të dy kanë qenë merakli në motora, si i themi ne, edhe i ka lidhë kjo përbashkët. Kur kanë ra ata, babaj me ka përjetu shumë rëndë, edhe ka fillu me ata që ka mujtë me ba, ka qenë piktor edhe arkitekt, edhe ka fillu me pikturu pikturën që me nderu me ramjen e një vjetorit të Adem Jasharit, me shku me nderu atë event me këtë pikturë. Edhe kjo pikturë bëhet zbashku me piktura tjera të cilat janë pikturu edhe për i piktorit Kadri Kadriut, ju Mitrovicalit e dini kush është Kadri Kadriu piktori i ndjerë. Që kanë vrarë barba. Po, tash e shpjegoj edhe për atë pjesë, edhe ka nis me 5 mars deri në 7 mars të vitit 99, ku ka qenë ende kohë lufte, edhe kanë shku për një vjetorin e ramjes të Adem Jasharit, e kanë prezentu këtë pikturë, e të cilën unë du mja prezentu tash juve. Këto e kemi Hamzën edhe Ademin në kratë të Shqiponis. Dy krinat të Shqiponis janë Hamza edhe Ademi, të cilët e simbolizojnë ushtrinë çlirimtare, po njëkohësisht e simbolizojnë edhe popullin shqiptar në kratë të Shqiponjës. Poshtë e kemi kasapin e Ballkanit, famkeqin Slobodan Miloševićin, i cili është në luftim të drejt për drejt me Ademin edhe Hamzën, të cilët e simbolizojnë UÇK-n, do të thotë që është direkt në luftë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kjo pjesa nalt është nofkulla e derrit apo thiut, i cili simbolizon politikat e tina të fllishta, të cilat i ka përdorur ndaj shqiptarëve. Nofulla e poshtme është nofulla e ujkut, me të cilin i ka kafshu shqiptarët, edhe shihen dhëmt e përgjakur, që simbolizojnë vujtjet, sakrificat e shqiptarëve të cilët kanë mbetur në përkthjetrat e tij. Në mes kësaj politikave edhe kafshimeve qëndron guha e djallit, e cila është me dy tehe, që simbolizon politikën të cilën e ka përdorur me Bashkimin Evropian, me njerëz të huaj, edhe politikën të cilën e ka përdorur me shqiptarë. E kemi ditë që neve shumë pak dikush na ka besu që jemi të vujt aq shumë, për shkak se kjo politikën me të tjerët e ka pas shumë të mirë. Atëherë, Hamza edhe Ademi kanë fluturu mbi ta edhe e kanë ngulfat politikën, vujtje që në ka shkaktuar gjithçka. Këtu shihet dora e djallit të cili mundohet Ademin edhe Hamzën me luftu, por funit triumfon, edhe
Hamza Demi, ushtria qërimtare, arrin triumfin e madh. Mbrapa këtu shihet prekazi duke u djeg flag. Këtu shihen lisat e Likoshanit, të cilët u prezentu ka sulmu ushtria qërimtare për herë të parë ndaj forcave pushtuese serbe. Kjo piktur, pasi që është krye eventin për një vjetorin Adem Jasharit, është rujt në fshatin Tërnavc, në një shall lëve, pasi që ende ka qenë kohë lufte, edhe kur hyn ushtria me djegat fshat e gjejnë këtë piktur, edhe marrin e prejnë nga korniza këto, edhe e dërgojnë drejt në dorën e Slobodan Miloševićit, me të cilën dalin edhe në lajme nga gazeta që terroristët shqiptarë, si që i kanë quajtur ata, shiko se çka i kanë bërë presidentit tonë. Në atë rast është kërku koka e autorit, të cilën nuk kanë mujtë me gjetë asnjëherë, edhe ka shpëtu nga kërkimi i tyre, por Kadri Kadriun me 11 mars e gjejnë në Mitrovic edhe e masakrojnë në mënyrën ma barbare të mundshme. E dinë ata që kanë po duke lidhur për pemë duke shtypur, por fatmirësisht baboj im shpëton, e kjo piktur mbetet si legjend me histori shumë të madhe, e unë e hoqin nderuar me gjithë respekt këtë vepër të madhe që na ka mbetë e kemi rujt të adhuroj ty, për arsye se ti i ruan vlerat tona kombëtare dhe fetare. Allahu dasht, inshallah babën tënë lullet xhenetit. Amin. Edhe Kadri Kadriun, Amin. të cilin e kam njohur personalisht. Inshallah në lullet xhenetit. E kanë masakru për zgjalli qetnik serboslav. Kjo flet shumë, do të harruj në zyrën time në xhami, do t'ja bëj një sirtar të bukur me një perde për shkak rregullit fetar, ju e dini, dhe kur të vjen dikush që ja vlen për t'ja sfigu, do të hapi sirtarin edhe do t'jetë hedije dhe dhurat prej mikut tim, vëllau tim e Labinotit. Për koincidencë, të dashurit e mi, baba i tij ka qenë shofer i Anton Qetës. Edhe ka qenë i kërkuar nga forcat çetniku paramilitare serboslave. Sa është për ndjek, sa është. Unë dje isha në Shqipëri edhe ju fash atyre se ne për dashurinë ndaj flamurit kuqeze, kur s'kemi pasur ngjyrë, i kemi prej venat edhe me gjak i kemi ngjyros Shqiponjen dhe flamurin tonë. Qa që jemi të lidhur në me ndjesin dhe përkatësin tonë kombëtare, që nuk bie ndesh në asnjë rrethon me atë fetare. E unë du të me kallëzu diçka që as ky nuk e ka ditë, as unë nuk e kom ditë, po fatmirësisht baba ka qëllu edhe ai na ka tregu. Babën e tij për lypin shkijet në për Shqipëri, në për rruga. Edhe në qast po del migja jam pacientëve, që do është Bubar Ahmet para 3 vjetë. Edhe ai e strehan, edhe mbon në një ku, edhe del edhe thot që këtu nuk është Isa, edhe pse Isa është i strehum, ishte rrezikim shumë i madh. E baba si një dëshmitar okular bashkë me Axhin Ale tjetërin këtu që e kam. Këtyre më dëshiroj të gjatë, miqës temë të vdekur, e Pacit Selim si Xhamatli, e Haxhi Bajramit si një kolos i madh që është kombëtare, që ai ka qenë Xhamatli juni, e Besa Pacit të vetë, që nësët nuk e kemi, e shumë pleç të mëlloj që kanë dhonë kontribut për këtë vend, ju uroj xhenet e knatësi, për njëtësi në xhenet, ja Rabbi. Amin, ja Rabbi. Amin. Amin. Respekt. Faleminderit. Shka me në kaldu shumë, Labinoti e ka një histori shumë interesante, po për shkak kohës nuk po dua dhe këto me ngarku, se është dëshmitar i gjallë, se për shkak që është djali i babës Is, edhe për shkak të vlerave të mëdha historike dhe të kujtesave, është i kërkuar drejt për drejt prej regjimit totalitar të Vučićit sot, edhe i ka shpëtu në Brnjak, apo? Po, Brnjak. Për një filje floku. Nëse mund është me mbledh në 3 minuta urna, thuje. Po,
për shkak që baba ka qenë i kërkum, e dim që regjimi i tyre nuk hub asnjë listë, asnjë emër, asnjë kontribut, atëherë kërkojnë që të arrestojnë edhe mua se pjesëtar familjes, po sidomos mua, edhe në Bërnjak para 2 vitesh më arrestojnë mua, edhe kërkojnë për një sitit saj antiterrorizëm që të vinë të më arrestojnë, me marrin nga kufirit, me qojnë, realisht me zhdukin, kështu që si që arri edhe ju ik nga dora, edhe duke vrapu hynë teritorin e Republikës Kosovës, edhe mendimin e policisë Kosovës shpëtoj nga kthejtrat e tyne, edhe pse ata vazhdimisht me përndjek mu, familjen tem, dhe edhe gruan time duke tentu prej Rusisë të hakon email-at tonë, të përgjohen telefonat tonë, kështu që atëherë është një diçka që e kanë përjetu edhe këta ma herët, jenë përndjek shumë njerëz para neve, kena mu përndjek ende, kështu që i kisha lut gjithë pjesëtarët e ushtrisë qëllimtare, mos kaloni nëpër Serbi, ju lutem, runi jetën tane, runi për shkak të fëmijëve që i keni se ka nevojë për ju, e mos bëni ngojtujkut, mos e qëni jetën dëmë, se ata që arrestohen atje është vështirë me shpëtu. Allah ju shpëleft. Allah i dashtë. Allah ju shpëleft. A thë vallë, a është e tepër ona me kërku tash për i lagënotit, po ma pështil këtë fikturë. Pa tjetër, me knasi. Në sektorin e zyrës tim atje, fjallën ja vo miku tim dashur, Hasan Behovi. Qëtë, shumë druta, Jo, mirë është. Qëtë, atje se përshat që për këtë arsye falë si imponeru. Hajde i dashur, qatë mikrofon, a më asjatë? Po, ma është. Ti është konqez dhe preqez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mos të nderuar, që gjë rasti përshëndes të vërtetoj të gjithëve festën e 28 nëntorit të Rajnë në Kurt. Lorë Zotit i këtë popull mu vetisu, mu këfjell, në anë veti, edhe ato vlerat e mirëfillta si na kemi pas, edhe kemi trashëgu me generata, e me ata burat nëjë që kanë jetu para nesh me isu vend vetë. Unë e përdu vesh një hadith përdu një kalzu, se jam se kom pa diska të të me fund, mirë po, mas i kohas për në lejon, se hoxha pak një gjithmon me edhe fjallën mas nëmëti, ka nderu, Allah i nderu. Antë të zira, qërshia, bitorte. Hadithi ka të bojnë me këtë ta njerës, që me përkushtimin e plot, e kanë lonë besën, Allahu Gjilal, që kanë me qëndru këtë rrugë deri në fund jetës. E këtu dhe me vonë sot i pa një mori të hoxalarve që ka shku hoxha i nderuar Mulla Fatmiri, por edhe xhamati për gjithë anët të Kosovës, e Maqedoni e Shqipërisë. Hadithi 1896 transmeton Ebu Dawudi në Tirmidhiun prej Ebu Derdës, radhiyallahu anhu. Shkon me këtë hadith, është i shkurt, po e ka një përmbajtje madhështore. Thotë Ebu Derda, kam dëgju të dërguar e Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam duke thonë, kush prej jush del në kërku dituri, ilëm në rrugën e Allahut azza wa jall, Allahu kam janë ndrisu dhe kam janë lehtësu rrugën për me hyrë në xhenet. Thotë madje edhe me lacet ndërpresin futurimin e tyre në shaj respekti për kërkuesin diturisë dhe për kënaqësinë për veprën që është duke e bërë ky njeri në rrugën e Allahut azza wa jall. Për djetarin, falje kërkojnë qka ka qia dhe qka ka në tokë, madje edhe peshqit në ujë. Vlera e djetarit të mirëfill, në krahasim në robën e devotshëm të Allahut azza wa jall, është sikur se vlera e hanës ndaj planetet të tjera. Djetarit në trashëgimet të pejgamberit nuk kanë lënë për trashëgimi as dinar, as dirhem. Mirë po, pejgamberit kanë lënë për trashëgimi diturin, andaj ai cili për jush le të vënë në përmasën më të madhe sa të mundet. Çkish hadithi i cili ka një kuptim të jashtëzakonshëm. Inshallah jenë për atyre që javon hakun këtë sene, kur i ndëgjojnë, kur i lexojnë, edhe bëhen shembull model i mirëfillt në jetën e kësaj bote.
Ana bëni Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasan, unë në katin e 70 më hypë për më barazu me ty. Shumë respekt për Balin Hasan. Hasan Bey këto e quj, së ne kam në ekip 2 Hasana, njënit i thëmë Bali Hasan, ajo është Sharpsudi juën, tjetër i thëmë Hasan Bey. Që që shumë e kom gjetat sinonimin e përbashkët. O kaplan, o baci kaplan, o nja 2 fjallë, me me recitu, para këti eventit me ju kalzu, e na me ty mu gëzu mëre i beku. Hajde Zotit të rujt, ja Rabbi, se kur t'ja dho fjallën bacit Saleh, pastaj veç koma për destan begun edhe mbyllët. Hajde baci kaplan. Baci kaplan, kë burr i vogël, por me zemër të madhe, me kujtesë dhe ambicje të larta. Orna i dashur. O mirë se na keni orë dhe hëgjallar, e kur shirona për në to që të ba, na keni të ratë me jahije me kom, edhe Hasani që ne ka hnu një kom, Zotin ujtë të tonë. Aferim më rëmë ma Mustaf Hurza, më rëfat me Hurza për të fjole për ka doduka. Me stash me selën 12, kur u qutët baba mre, shqipnia u bo shtet. Më një kënjena më rëvlazmu, e kanë mojë konferencë, 7 Evropa në punë një mëshime, slav me njetin të në unë, shkovi kam rëthue. Dojë me qëptu, të ka shqiptore, më një më rëvlazmu se që shokovi. Haj me det për shqiptari, nuk e kemë babën mret, që nga ka sunu e 500 vjetë, thënë ta shkret nga ka shkret, jo më rëpa e kohë selamet, nga ka shkret për shkovi shkret. Qa po bëj ka kja Sërbi, hygjën bëj ke me morë dusin me 5 shtëpi. Qa po bëj ke me Lizi, hygjën bëj ke me morë shkuetër me gjithë malësi. E ju në Lizi, krejt janinën, vejnë berat me një. O, kur do Zoti, ku dreton, me në animu se shqiptar jëmë të tonë, krejt ka jëmë, urime për një sepitit. Ma ne zdi që ka më thonë, që të fjallë, që ka pa i thonë, për diko përgjina, diku hitë që alonë. Do me halal në është të këmë qurduke. A dhe bërë ka planë kujna me fjallojnë, qaj që në në shqinesht të këtë shqip, ati si fjallojnë e si vinë të ma. Ja vazhdova vorë që të ne. Allahu të rujtë, ja Rabbi. Baci Saleh, ti je kryetari Shqipullit, është ndërë për mu që unë bashkëpunoj me ty, është ndërë për ne që na ty të kemë. A ka mundësi një 2 fjallë për mbyllë eventit edhe për shëndetje musafirëve tanë përbashkët, edhe në fund, masi ta krymë Baci Saleh, të e nisin për desan vegun një kongë edhe përfundujmë eventin e ditës atë. Selam. Selam aleikum për të gjithë. Ju falenderit që keni ardhur, që keni gjetë ku me ardhë, i falenderojnë edhe hoxhallarët, musafirët të ndryshëm, falenderit shumë, ju uroj edhe festat e nëndorit për flamurit që ngritë në gjurë 2012, do dhe thonë peja soj kuhe, edhe para kësoj kuhe, shqiptar kanë jekë gjithmonë. Dhe e ngritë flamurin në gjurë, atë so gjinja, so njerëzit, so patriotat, so dëshmurët që në rodë dhe ngritje në flamurin në gjurë. Po kanë arritë shqiptar në ngritë atë flamurin. Edhe tash mas vljurës, edhe dhe orë panvasia, so patriot, so avëtartë, jë në rodë dëshmurët, e në fund e ka jabë ullën Adem Jashari me o që kena dhe shumë dëshmore, shumë e kena pru pavarësi. Tu i falenderu edhe popullatës, çdo mënyrë na kanë nimunive si ushtarë atje, po tash e kena fitu pavarësi, po tash duhet me mojt këtë pavarësi. Bilkënturin Ferizaj na ka pason në sonë, ta na fitu luftën, ju fitën e tha poqen. Edhe na gjdo sen me kontribu me duhet atjere, mos mushit, se na e kena tash pavarësit, po jo duhet me ditë, na duhet me ditë, si kena armisht shtete ndryshme si janë kundër neve, po japin shërëmpore me shkatru mrena për mrena se lullën shqiptare. Fatkeqësisht kena dhe do intelektual si po menujnë për Serbi, me pru, me këthy Serbin aty, po besoj si kena me arrit me mbojt ata. Tu i falenderut juve tonve, edhe këta prezident, edhe huëgjët se kena ushtare,
ushtar e kena edhe huaj të fort, edhe adhëtar të fort, ju faleminderit tonëve. Faleminderit për Allah shpëlbej tonë. Shumë respekt për punën që e bën i palodhur në luftimin e dukurive negative edhe shprehive devijante, pasi Saleh është shumë faktik, është shumë praktik, i uroj shëndet këtij agësrejgjë këtu që e kemi, Ali Demaj, që është një ndërmarrës shumë i suksesshëm edhe në të kaluarën edhe të tashmen, i uroj shëndet e mirësi edhe bacit ismet, edhe të gjithë atyre cilët janë ndoshta të lodhur për shkak se janë shtyrë në mush, aktivistat Shqipolit me rrethin, por edhe të tjerëve të cilët na kanë shkuar në amsheme në ahiret, Zoti kënaqë në xhennet. I përshëndes shumë bacin Ajat me ples atje, djalin e tij bacin Milazem, po gjithë ju prezantu që jeni, edhe gjithë ata të cilët ndoshta për shkaqe të arsyeshme nuk kanë mujt me kon, faleminderit shumë, respekt, me kaq e mbyllëm pasi e ndëgjojmë këngën të cilën do të na këndojnë këta të dashurit e mi. Shumë faleminderit profesor Ramazan, shumë faleminderit edhe profesor doktor Shevqetin, i cili na ka nderuar me prezencën e tij, edhe pse ai nuk pat mundësi me ne, por vazhdoi, edhe ju hoxhallar Abdullah Shakiri, Avdush Krusa, edhe ligjen ku avne nebi. Për kureshtën e juve dhe timen, para se me fol namazin, ju afrova ka dole thash ti djol a i hujse u lojnë bon mirë, po kënë në arabisht. Kjo tha jo, tha nuk jam, tha po jam si kur balce Hasan që hujse jam, po hadithe për mesh, dime i kënu mirë. Allah të respekt. No!
Vetëm fillojnë me këndu patriotike, gjallë në mërë shqiptarë. Allah ju dosht. Nebi nuk ka huq, afri nebi huq nuk ka, e zonin të mënafik. Kështu që i këndin në e falë Hoxha Abdullah. Unë jam musafir, po është Apo ti je musafir, atëherë e falën avdush. Tamam. Edhe kërë musafir, por s'ka gojnë dhe musafir të më falë.